Rrëfim për qytetin tim, qyteti im është i vogël, vetëm 7.000 banor i ka, por në historinë e tij të bujshme shumë gjëra të rëndësishme kanë gjia. Ura e kurit, porta e qytetit, kallaja beden, për shumë sëmundje të vendasve të mi, hamami me hlem. Një kishe vogël Tregja mia, 2 shkolla të reja, me më shumë se 2.000 zënës në luftë për dije në beteja. I më shëndosh është mbjellur në qytetin tim të vogël, fryte çdo herë ka dhënë njerëz të mençur, trima të njohur, burje për çdo nën, qendër tregtare me lidhje të shumta, Stamboll e Selani, Prishtina e Mitrovica, në hijen e tij kanë qenë deri vonë ormi. E mbaj mend Mitrovicën, me 4 shtëpia dhe një han, me rast në një bisede, një vendasimi më pat thënë. Gjallë është plaku i bisedës, dhe sot me burje tregon, por çdo herë në fund të rrëfimit të tij, 2 vijalotësh për faqe i lëshon. Një kishe vogël Tregja mia, 2 shkolla të reja, me më shumë se 2.000 zënës në luftë për dije në beteja. Bime shëndosh është mbjellur në qytetin tim të vogël, fryte çdo herë